Pas ndarjes nga Enada, emri Gert Vasos është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes. Prej ditësh në rrjetet sociale qarkullojnë komente e foto ku ai shihet pranë areolës në disa dalje publike, gjë që ka ndesur menjëherë kuriozitetin e fansave. Edhe pse nuk ka një deklaratë zyrtare nga asnjëri prej tyre, prania e përsëritur në të njëjtat ambiente ka mjaftuar për të ngritur pikpyetje: a është thjesht shoqëri apo një afrim që po merr formë? Zërat janë të shumt, interpretimet po ashtu, por fakt është se Gerti duket më i qetë dhe i hapur ndaj një faqeje të re në jetën e tij personale. Ajo që ka rënë më shumë në sy është gjuha e trupit mes të dyve në disa momente të kapura nga ndjekësit, buzëqeshjet e natyrshme, bisedat të zgjatura dhe një komoditet që rrallë shfaqet mes personave që sapo njihen. Këto detaje, sado të vogla, kanë krijuar terrenin e përsosur për spekulime. Një pjesë e publikut beson se Gerti po përpiqet të shkëputet emocionalisht nga e shkuara dhe po e lejon veten të njohë dikë të ri. Të tjerë mendojnë se bëhet fjalë vetëm për një miqësi të sinqertë, të nisur nga rrethana të përbashkëta shoqërore. Nga ana tjetër, mënyra si të dy po e administrojnë heshtjen ka intriguar edhe më shumë. As mohim, as pohim, vetëm një distancë e matur, që shpesh interpretohet si strategji për të mos e ushqyer më tej vorbullën mediatike. Megjithatë, heshtja e tyre nuk i ka ndalur portalet roz dhe komentuesit në rrjet. Çdo dalje, çdo like, çdo detaj i vogël lexohet si sinjal. Kjo vëmendje e shtuar tregon se, pavarësisht gjithçkaje, publiku ka krijuar një pritshmëri për një histori të re, sado e brisht apo e paqartë duket në këtë fazë.